Ky vit pritet të jetë mjaft i favorshëm për kultivimin e qershisë në zonën e Korçës, ku kushtet klimatike dhe puna e fermerëve kanë ndikuar në një prodhim të bollshëm dhe cilësor. Pemishtet janë të mbushura me fruta dhe pritshmëritë për rendiment të lartë janë optimiste, duke premtuar një sezon të mbar për tregun vendas dhe eksportin. Megjithatë, temperaturat e ulta dhe bryma e rënë pak ditë më parë kanë ngritur shqetësime për fermerët. Për të mbrojtur prodhimin nga dëmtimet e mundshme, ata kanë ndërmarrë masa të menjëhershme, duke kryer spërkatje mbrojtëse dhe trajtime të specializuara për të ruajtur cilësinë dhe sasinë e frutave. Duhet të bëjmë disa spërkatje tani që të mbulojmë pak demet. Në kumblla ka më shumë, po edhe molla gjithashtu. Edhe qeshja ka dëmtime, po në pjesët kur kanë qenë më shumë të ekspozuara ndaj diellit edhe ndaj ngritës nga bryma qëra e fundit. Sa të mundemi t'i mbrojmë, nga që bryma e para 2 netëve që ra ishte shumë e forte edhe me -3 nga ato matje që berë. Kam mbi 4 hektar me gjitha ato pjesë që kam me qira, edhe pjesë, kam mollë edhe qeshi. Specialistët e bujqësisë këshillojnë vigjilencë të shtuar gjatë kësaj periudhe, por ndryshimet e papritura të motit mund të ndikojnë ndjeshëm në prodhim. Qershit janë ndër frutat që kultivohen masivisht në qarkun e Korçës dhe mbillen mbi 500 hektar me këtë frutë.